Velipoja Bashki Movete, krahina Dukaxhinit Bashki Movete, si dhe ndarja Bashkisë Aktuale të Malësisë Somale në dy, ishin disa nga ide të artikuluara nga qytetarët që morën pjesë në dëgjesën publike të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale. Bashkëkryetarët Arbian Mazniku dhe Luciano Boçi kanë prezantuar linjat ku do të zhvillohej dëgjesa, teksa Demokrati e ka shprehur haptas idenë e rritjes së numrit të bashkive në qarkun Shkodër. Bashkitë tona janë tafta, janë zot, kanë kapacitete, ndaj mund të marrin më shumë kompetenca nga qeveria. Si rrjedhoi e faktit që ne futemi në Bashkimin Evropian, bërja e reformës na jep mundësinë që t'i shohim hajrin antarësisë në Bashkimin Evropian me bashkitë forta që kanë mundësi të tërheqin financime për qytetarët. PD-ja nuk kërkon sfidë për të rritur patjetër numrin e bashkive. Mu vjen keq edhe nga njerëz që janë intelektual këtu sfidën e bëjnë me 373-shin. Nuk po kërkon PD-ja të kthehemi ke 373-shi. Vetëm rritje optimale atje ku është domosdoshme e njësive bashkiake për të shkurtuar distancën. Të pranishmit që kanë marrë fjalën analizuan rezultatet e reformës së vitit 2014, duke vënë theksin në cilësinë e shërbimeve, por edhe sasinë e investimeve. Edhe për këtë çështje ishte lehtë të dallohej qasja politike pozit-opozit, duke mbeshur me argumente pro dhe kundër sipas pozicionimit.